U kthye pas 20 vitesh në shtëpinë e fëmijërisë, por askush se priti në derë obori që diku mbushej me zërin e nënës, me aromën e bukës së sapo pjekur dhe me të qeshurat e fëmijëve, tani ishte bosh. Portat ishin të ndryshkura, lulet ishin tharë dhe era sillte vetëm kujtime. Ai ecën ngadalë, preku murin e vjetër dhe i erdhi përpara çdo kujtim nëna që e thëriste për drek, babai që rregullonte diçka në kopsht, motra që qeshte nën hijen e dardhës. Çdo gur, çdo dritare duke sikur fliste, por me një zë të heshtur. Ai hyri brenda, gjithçka ishte ashtu siç e kishte lënë. Vetëm pluhuri i viteve kishte mbuluar kujtimet. Në dhomën e nënës gjeti shallin e saj mbi karrige. E mori, e përqafoi fort, dhe sytë ju mbushën me lot. U ktheva, nën, pëshpëriti, por përgjigjja ishte vetëm heshtja. Ai doli sërish në obor, uli kokën, dhe tha me zë të dridhur: kisha ardhur më herët, ndoshta shtëpia do të më priste si dikur. Pastaj mbylli portën ngadalë dhe iku, ndërsa obori mbeti aty, si një kujtim që pret, por nuk flet më.